Ku vendos që mos me pas ripërpunime këngëve të vjetra, dhe me thanë si gjithmonë që i bajnë krejt kolegët, me pas këngë të vjetra që për i ripërpunojnë, ja mundu me pas vetëm këngë të reja risi. Atë kemi parë edhe në duete e madje zbulon se ka pas shumë oferta për bashkëpunime e që ka punuar intensivisht në drejtim. E po me qenë se është përmendur Dasma, emrin e saja kemi pa tek sa u bë virale me një intervist ku ka zbuluar se ka ngatruar sallën e një Dasma. Nusja me dhëndrin, thojnë Albulim, po na vje shumë keq, po na kena menu që Nusja thot që babi jam ka pru surpriza për den, po na vje shumë keq, po familja Trepsha është e salla tjetër. Unë ato momente. Se di bre, shpesh herë më ndodh, jo vetëm të kjo intervist, po të shumë intervista, se kërë kam atë kimën e uket, une asë një herë nuk jam asi tipi, karakteri njeriut, që më pëlqen me shit mendje ma si mami, babi ose kësi tripa, une gjithmonë kalzoj sene reale, vetëm senet reale që ka më ndodhe, edhe shumë e vërtit që ka ndodhe aja pjesë. Kur gjo s'këm rajt. Po njerëz jemi krejt edhe njeri pa gabime nuk ka, janë sene që ndodhe. Edhe mu më ka ndodhë, po thjesht, unë jam kanë shumë e lumëtër që dasmortu më kanë mirë kuptu. Kjo kanë ma rëndësishme se sa njerëzit që kanë keq interpretu me komente negativa, ato sene së më bëjmë përshtypje absolut. Sikur shumicës e kolegëve të saj, edhe Lenës po ja bëjmë këtë pyetje. A ke pasur oferta për të qenë banore në Big Brother? Nëse po, pse nuk e shqyrtova? Është fik me dy teja. Në Big Brother mendoj që o e ngriti imazhin, o edhe qati imazh që e ki e shkatran. Edhe unë nuk është e shoh vetën najherë në Big Brother. A ke pas oferta? Po vitin e kalum kom pas ofertë, për më kanë pjesë e Big Brother. Nuk e dija, po mundeni me vrejt, që Albulenës si ka ndodhur një incident me dorën, teksa muhabeti po vazhdon, ajo na tregon se kapi pak mësyshe. Sot jam kanë me dorën shumë keq, ama thjesht nuk më desht me anullu këtë intervjis, më arti për i Prishtinës me gjiru këto edhe nuk e këmë pa të arsyshme. Një aksident të shpia, tu prej lakna edhe këmë prej dorën. A i vjen që nga tunte, ti e zoja me për tunë të shpisë? Po, njëri jam edhe unë s'kër krejt. I baj krejt sarat e shpisë. Jo, vala mu, kërkush nuk jam i ba punë të shpia, normal vetë, kujdesna për vetën të. Pite jo. Që ka të baj me gjella tradicionale, di me gatu kështu, ama pite s'kom provu asë njëra. Okej, a na premton publikësh që stakin e Zoomit këme pritur shpet me najtrej? Me gjithë knasi, kur dani, vetëm sa të kryt që ke pjesa që tive gjirime projekte, edhe telefonom, edhe ju mi pres me gjithë knasi të shpia.